Kam dëgjuar shpesh javët e fundit që disa emra të njohur të PD-s së Berishës të vendosur në siklet nga procesi i diferencimit që Berisha po bën brenda PD, nën moton ose me mua ose me Salianin, të dalin në të thonë që lëvizja e Salianit nuk është në kohën e duhur. Kjo ideja që sa herë dikush ngrihet kundër Berishës, duhet thuhet është i nxituar. Është arsyeja kryesore pse Partia Demokratike e ka udhëheqësin 82 vjeçar dhe pa shpresë për pushtet. Nuk ka gjë më të përjetshme se sa përpjekjet për mbijetesë, duke thënë jemi të përkohshëm, ndaj nuk duhen hequr. Berisha ka prej vitit 1991 që është i përkohshëm në krye të PD-s dhe kushdo që e kritikon apo kërkon largimin e tij, shpallet i parakohshëm. E vetmja kohë e gabuar për të kërkuar ikjen e Berishës është kur ai të vdes bashkë me PD-n.